Në një moment vetmie dhe qetësie, Omer ulet I vetëm dhe fillon të shfletoj fotografi të vjetra, si për të kërkuar qetësinë në mes të kaosit emocional që po përjeton. Fillimisht, ai ndalet tek fotot me Xhansun, kujtime që I kujtojnë ditët më të lehta dhe të qeta. Por më pas syti zen një foto tjetër, një kujtim me këvëllçëmin. Aty ndalet më gjatë. Në fytyrën e tij shihet një mall I përzierë me keqardhje, ndërsa kupton se ndjenjat për të nuk janë zhdukur. Por me një zë të ulët dhe plot dhimbje, ai thot me vete: duhet të vazhdoj jetën. Gjë që nën kupton që duhet t'i jap një shans lidhjes së tij me Xhansun. Por ndërsa Omer endet mes kujtimeve dhe përpiqet të ecë përpara, me dhimbje në zemër, ai nuk e ka idenë për atë që po ndodh pas shpinës së tij. Ajo që ai nuk e di është se fati ka përgatitur një plan hakmarrjeje dhe qendra e këtij plani është vetë Xhansuja, ishe dashura e Omerit. Në fshehtësi të plot, Fati dhe Xhansu kanë krijuar një lidhje intime, një marrëdhënie që ka lindur nga manipulimi, ndoshta edhe ndjenja të përziera, por që është e mbushur me qëllime të errëta. Teksa Fati qëndron në shtrat pranë Xhansus, në një qetësi mashtruese pas një nate intime, mendja e tij kthehet pas në fillimin e gjithçkaje. Ai kujton momentin kur zbuloi se kush ishte Xhansuja, ishte dashura e Omerit, pika e dobët që mund të përdorte për të shkatruar rivalin e tij. Ishte pikërisht në ato moment që nisi të thurë me kujdes planin e tij të errët, t'i afrohet asaj, ta manipulonte emocionalisht dhe ta kthente në mjet për hakmarrje. Pra afërsia e tij me Xhansun nuk është rastësi, as ndjenjë, është strategji e menduar ftohtësisht dhe me qëllim të qartë, t'i shkaktoj dhimbje Omerit, duke përdorur njeriu që dikur ai kishte dashur. E tërbuar nga ngadalësia dhe mungesa e përparimit në planin e saj për ta futur në kurth Mustafain, Gorkem nuk përmbahet me. Ajo telefonon bashkëpunëtoren e saj të fshehtë, një grua që ka për detyrë t'i afrohet Mustafas dhe ta tërheqë në një grackë emocionale. Me një ton të ftohtë dhe plot kërcënim, Gorkemi jep ultimatum: bëj çfarë të duash, por afroju atij sa më shpejt. Nëse nuk vepron menjëherë, harro çdo qindark që të kam premtuar. Në një moment të qetë dhe reflektues, Pembe hap një bisedë me Abdullahin për vajzën e vogël. Ajo shpreh dëshirën për fëmijën t'i vendosë një emër të dytë, përveç Alevit. Përzgjedhja e saj nuk është rastësore. Kevser, një emër që simbolizon bukuri, begati dhe bekime të bollshme. Ajo e paraqet këtë si një gest dashurie dhe simbolike për një fillim të ri për fëmijën dhe familjen. Por pas kësaj ideje qëndron një qëllim I fshehtë. Pembe nuk do që vajza të quhet më Alev, si nena e saj biologjike. Ajo dëshiron të zvendësojë atë emër si një mënyrë për të shuar hijen e Alevit nga jeta e tyre dhe për të vendosur një vulë të re mbi identitetin e vajzës. Abdullah, ndoshta për të ruajtur paqen, e pranon këtë propozim, edhe pse mund të ndjejë një ndjesi faji apo hidhërimi të thellë për të kaluarën. Pas leximit të testamentit shokues të babait të Girajit, Hueves është përjashtuar plotësisht nga çdo pasuri. Ajo dhe Girai bien në një gjendje paniku. Tashme ata përballen me një realitet që as nuk e kishin imagjinuar. Të shtyr nga frika dhe ambicia, Hueves dhe Girai përpiqen të gjejnë një mënyrë për të ndryshuar testamentin. Ata e kuptojnë që kjo është pothuajse e pamundur, por nuk ndalen. Duhet të kontaktojnë me avokatin e babait të ndjer, duke I bërë presion që të ndërhyjnë në dokumentin ligjor. Sepse nga hera e fundit, avokati qëndronte I vendosur dhe profesional, duke u bërë të qartë se testamenti është I vlefshëm dhe I pandryshueshëm. Abdullah, I ndodhur në një pozitë të vështirë dhe nën presion nga Pembe, përpiqet me kujdes t'i shpjegojë Merit dëshirën për t'i vendosur vajzës një emër të dytë, Kevser. Meri e ndjeshme dhe e mençur e kupton menjëherë se kjo nuk është një kërkesë e zakonshme. Me delikatesë, ajo I kujton Abdullahit se kjo iniciativë nuk është e pafajshme dhe se dikush tjetër, nën kuptuar Pembe, ka një qëllim të qartë, të fshijë emrin e Alevit nga jeta e vajzës së vogël. Teksa ata flasin, Pembe dëgjon bisedën dhe ndërhyn, duke mbrojtur fort idenë e saj dhe duke e paraqitur si një dëshirë për të mirën e fëmijës. Kjo përballje sjell tension të hapur mes dy grave që përfaqësojnë dy botë të kundërta, Merin që mbron kujtimin e Alevit dhe Pemben që përpiqet ta fshijë atë. Meri e përmbajtur por e vendosur e mbyll bisedën me një deklaratë të qartë. Si kushërira e Alevit, nuk jam dakord që vajza të ketë një emër tjetër përveç Alevit. Pas bisedës me Merin dhe këshillës së saj të sinqertë, Doha fillon të kuptojë se qëndrimi në të njëjtën shtëpi me Huevesin
është i padurueshëm dhe toksik. Ajo i shpreh hapur Girajit dëshirën për të nisur një jetë e re në shtëpinë e tyre. Por Giraj, i kapur në faj, nuk është gati të humbas kontrollin mbi situatën, duke fshehur lidhjen e tij të fshehtë me Evesin. Ai e manipulon Dorën emocionalisht, duke i thënë: "Le të qëndrojmë edhe pak. Evesi ka nevojë për ne, është e thyer emocionalisht pas humbjes së babait." Kjo që po shikoni nuk është një brushë e zakonshme, është një mrekulli e vogël që kombinon tharjen, drejtimin dhe kaçurelat automatike, të gjitha në një pajisje të vetme. Dhe më e mira me një çmim super të arsyeshëm, vetëm për 2.614 lekë. Për të shkuar drejt tek produkti, kemi vendosur një link në përshkrimin e videos. Shumë njerëz kanë bërë porosi nga ky aplikacion dhe kanë ngelur të kënaqur në lidhje me cilësinë e produktit dhe korrektësinë. I vetëdijshëm që po e humbet kontrollin dhe aftësinë me këvëllçemin, Xhemal vendos të bëjë një lëvizje të butë, por të llogaritur. Ai shkon në zyrën e saj me një mezbak të ëmbël. Me një buzëqeshje të qetë, ai fillon të bisedojë me të, duke i bërë pyetje të thjeshta por me qëllim. Çfarë planesh ke sot? Në përpjekje për të kuptuar me kë do të takohet, ku do të shkojë dhe çfarë do të ndodhë me jetën e saj. Edhe pse Nursema hyri në këtë projekt të ri me shpresë dhe entuziazëm, realiteti po i del përpara shumë shpejt. Që në ditët e para të bashkëpunimit, ajo përballet me arrogancën dhe sjelljen e papërgjegjshme të Firazit. Firaz nuk tregon seriozitet dhe sillet me tekat e një njeriu që është aty vetëm për interes personal. Ai nuk e merr punën seriozisht, shfaq një qëndrim fyese nënvlerësues ndaj Nursema. Në mbledhjen e radhës së kompanisë, diskutimi kalon në një pikë kyçe. Zgjedhjen e investimit të radhës. Fati del me një propozim konkret, hapjen e një kafeneje, një ambient modern dhe ngrohtë që ai e sheh si mundësi për të afruar klientelë të re dhe për të forcuar imazhin e kompanisë. Ndërkohë, Omeri mbron idenë për hapjen e një spaje, duke argumentuar se është një biznes më fitimprurës, më afatgjatë dhe më i përputhshëm me tregun aktual të kujdesit për veten. Debati tensionohet me të dy palët që argumentojnë fort për idetë e tyre, por në fund fati ka shumicën e votave në bordin drejtues. Dhe kjo i jep atij avantazhin për të marrë miratimin për projektin e tij. Doha vazhdon të jetë e trazuar dhe e pasigurt për qëndrimin në shtëpinë e Evesit. Ajo nuk arrin ta kuptojë pse Girai këmbgul të mos largohet, edhe pse çdo gjë brenda saj e shtyn të kërkojë një hapësirë më të shëndetshme për familjen e tyre. Në një moment, ajo ndan këtë shqetësim me Merin, e cila e dëgjon me kujdes, por ndryshe nga të tjerët, Meri nuk e merr këtë çështje si të zakonshme. Ajo fillon të kuptojë se ka diçka që nuk shkon, diçka më e thellë dhe më e fshehtë pas insistimit të Girajit.